Shumë kohë më parë, mbase jo dhe aq kohë më parë, jetonte një mamadhi që kishte 7 keca. Mamadhia I donte kecat e saj më shumë se jetën e saj. Ata jetoni të lumtur në një shtëpi buzëpyllit. Dhe kur nëna e tyre ishte përreth, luani të shkujdesur në livadhin afër shtëpisë. Fëmijët më të mëdhenj ishin të guximshëm dhe të pabindur, por më I riu ishte punëtor dhe I bindur. Një ditë, mamadhia mblodhi të gjithë fëmijët e saj dhe u tha: "Fëmijët e mi të dashur, më duhet të shkoj në pyll që t'ju sjell ushqim, por ju duhet ta mbyllni derën dhe të mos ja hapni askujt derisa të dëgjoni zërin tim. Në mënyrë që të më njihni, do t'ju këndoj këtë këngë. Fëmijët e mi të bukur me brir, ju lutem hapeni derën, jam nëna juaj, ju kam sjell qumësht, 1 kile krip dhe tërshër, dhe 3 buqeta me lule të bukura." A mund t'ju besoj për këtë? Po, mami! Mos u shqetëso për asgjë, mami. Ne jemi të rritur tashmë, pasi themi kështu do të jetë. Mirë atëherë, tani e janit e mamit ju jap një puthje për shëndetje dhe ju lutem, kujdesuni për njëri tjetrin. Të urojmë rrugë sa më të mbar, mami. Të lutem ki kujdes, ktheu sa më shpejt dhe na sill ushqim. Mamadhia u largua dhe kecat e mbyllën dhe e kyçën derën. Por siç thot shpreha, muret kanë sy dhe vesh. Ujku, një mik I dhis, I cili prej shumë kohës kërkonte një mundësi të hante kecat, po dëgjonte I ulur pas të shtëpisë, kur ajo po u këndonte atyre këngën. Në rregull, ka ardhur koha tani. Jam shumë I uritur. Duhet të binda ata fëmijët që të hapin derën. Vetëm kjo më duhet. Po! Tani, le të fillojmë. Ujku shkoi te dera, rregulloi zërin dhe filloi të këndoj. Fëmijët e mi të bukur me brir, ju lutem hapeni derën tuaj, jam nëna juaj, ju kam sjell qumësht, 1 kile krip dhe tërshër, dhe 3 buqeta me lule. Për fëmijët e mi. E janë I fëmijë tani, hapjani derën nënës tuaj se po ju pres këtu. E dëgjuat? Le ta hapim derën. Ka ardhur mami dhe na pas ka sjell ushqimin. Ju lutem mos e hapni derën. Kjo nuk është nëna jon. Zërisa është delikate dhe I bukur. Ju I shëmtuar dhe I ngjirur si I këtu. Ujku e dëgjoi këtë dhe shkoi te farkëtari dhe I kërkoi që t'i mprete gjuhën dhe dhëmbët për ta bërë zërin e tij më delikat. Më pas u kthye në shtëpi dhe filloi të këndonte përsëri. Fëmijët e mi të bukur me brir, ju lutem hapeni derën tuaj. E dëgjuat këtë? Nëse kjo nuk është nëna jon, atëherë kush I bie të jetë? Jam I sigurt se është ajo. Unë do të shkoj dhe do ta hap derën. Lutem mos e hap derën. Është dikush tjetër që kërkon të na mashtroj. Po nëse të dëgjoj ty, mami do të qëndroj jashtë për shumë kohë. Pra, unë do shkoj t'ja hap derën. Ti fshiu po deshe. Atëherë fëmia më I vogël u fshe shpejt në furrë dhe të tjerët vrapuan në të gjitha drejtimet. Njëri u fut në lug, tjetri u fshe pas sobës dhe I treti në shtrat. Siç thot shpreha, unë nuk jam frikacak, por kam frikë. Në momentin që fëmia I madh hapi derën, ujku hyri në shtëpi dhe menjëherë goditët fëmijën më të madh. Ku janë të tjerët? Duket sikur janë zhdukur. Ujku kërkoi kudo nëpër shtëpi, por nga kecat nuk ishte asnjë gjurmë. Pastaj ujku u ul mbi lug për të pushuar dhe të shtiu me gjithë fuqinë e tij. Shëndet xhaxhi ujk, të marr të drejqi. Ktu që nge fshehur ti mora qerata, e të puth pak. Ujku e ngriti lugun, e rëmbeu dhe e koltiti kecin e dytë. Siç thot shpreha, goja ime është armiku im. Më pas duke u sjell rrotull më shumë nëpër shtëpi, gjeti pothuajse të gjithë të tjerët. Pasi e shuajti urin, u largua. Menjëherë pas kësaj, fëmia më I vogël doli nga fura, mbylli derën dhe filloi të qaj. Vëllezërit e mi të dashur, po të më kishin dëgjuar, nuk do t'ju kishte ngrënë ujku. Mami nuk do ta imagjinoj dot pikëllimin që e pret kur të vi tani në shtëpi.
Fëmijët e mi të bukur me brirë, ju lutem hapeni derën, jam nëna juaj, ju kam sjell qumësht, 1 kile krip dhe tërshër, dhe 3 buqeta me lule të bukura. Fëmija më i vogël e hapi derën dhe më pas u tur në krahët e nënës së tij dhe i tregoi se çfarë kishte ndodhur. Oh, e mira unë, kush? Ujku? Ai që premtoi se nuk do t'i tremte fëmijët e mi? E po ujk, vetëm prit, do të jap një mësim të mirë. Mamadhia doli nga shtëpia dhe filloi menjëherë të kërkonte ujkun. Por si për çudi, ujku flinte i qetë i shtrirë në një fushë ngjitur me shtëpinë. Ai kishte ngrënë aq shumë sa nuk mund të lëvizte më. Duke e parë kështu, Mamadhia thiri kecin e saj më të vogël dhe i tha: "Vogëlushi im, nxito në shtëpi dhe më sill gërshërët, 1 gjelpër dhe 1 bobin peri." Djali më i vogël vrapoi në shtëpi për t'i sjellë nënës së tij gjithçka që i nevojitej. Ndërkohë Mamadhia shikoi ujkun e kënaqur dhe tha: "Ujk dinak, do të gjej një mënyrë për të kapur. Herën tjetër do ta kuptosh që mos të përzihesh me punën e njerëzve të tjerë." Keci më i vogël i solli nënës së tij gërshërët, gjelpërën dhe bobinën e perit, dhe më pas Mamadhia e hapi barkun e ujkut. Krejt papritur bam, nga barku i dolën fëmijët më të mëdhenj të lumtur që ishin sërish të lirë, dhe Mamadhia i kënaqur e mbushi barkun e ujkut me gur dhe ja qepi për ta mbyllur. "E po ujk, ky është fundi i rrugës. Ti do të marrësh atë që meritove." Dhe kështu Mamadhia u kthye në shtëpi me kecat e saj, e lumtur që mundi t'i shpëtonte fëmijët e saj nga barku i ujkut. Por ujku më në fund u zgjua. Ai gogësiu me gjithë fuqinë e tij, zgjati krahët dhe këmbët dhe tha me inat: Kam shumë etje tani. Është sikur kam ngrënë një tuf gurësh, po shkoj të marr pak ujë. Ujku u nis drejt lumit në pyll dhe filloi të pinte ujë, por për shkak të gurëve të rënd, ai ra në lum dhe u tëroi zvarr në fund. Dhe kështu, të gjithë në pyll lëshuan një pshërëtim të madh lehtësimi, sepse nuk kishin më nevojë të përballeshin me ujkun lakmitar. Dhe dhitë që jetonin në lagje u lumturuan shumë kur e dëgjuan për të. Të gjithë u mblodhen dhe falenderuan motrën e tyre për atë që bëri dhe që më në fund shpëtuan nga ujku lakmitar. Edhe unë isha aty, hipa mbi shal dhe ju thash pothuajse gjithçka. Më pas mora timonin në dorë dhe atëherë ju tregova gjithçka.